Arin, si të duket ky organizim në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut? A është mjaftueshëm? Duhet punojmë gjithmonë më shumë. Duhet tregojmë që jemi të gjithë bashkë. Për mua është e rëndësishme që të gjithë që ishin këtu kanë qenë me zemër e me shpirt për të mbështetur vëllezërit dhe motrat tanë, shqiptarët tanë, në çdo pëllëm të trojave shqiptare dhe mbi të gjitha në rastin konkret shqiptarët e Maqedonisë. Është një hap i parë, është një shkundje e parë, unë shpresoj të jetë një zgjim i parë që t'i tregojë rinisë shqiptare se sa të fortë jemi kur bëhemi bashkë. Sipas tejas, duhet kishte përfaqësues nga politika? Unë di që nga organizatorët nuk u lejuan përfaqësues të politikës sepse kombi është mbi partitë, kombi është i shenjtë. Dhe mbi gjithë ato që dua të theksoj fort, është koha që rinia e Shqipërisë të zgjohet, të jap thirrjen e shpresës, thirrjen e ndryshimit. Mendoj që është koha që rinia shqiptare të ndryshojë vendin. Unë shpresoj fort që sot të jetë një mesazh i parë për treguar jo vetëm forcën e shqiptarëve kudo që ndodhen, por sa më i fortë jetë vendi jam, aq më të fortë janë shqiptarët kudo. Për ta lënë në një anë protestën, duke qenë se organizatorët e kanë lënë jashtë politikën, po në reagime publike, ka qenë mjaftueshëm reagimi i politikës si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut? Ne nuk duhet kemi frikë të mbrojmë shqiptarët tanë. Të kërkosh gjuhën shqipe, të mbrosh shqiptarin, është diçka e shenjtë. Duhet ta bëjmë gjithë. Duhet ta bëj politika si një detyrim kushtetues, duhet ta bëjmë ne të gjithë bashkë, duke ngritur zëri fort dhe pa patur frikë. Nuk duhet kemi frikë të mbrojmë shqiptarët. Sipas teje, ku e ka zanafillën kjo ndrej gjuhës shqipe, domethënë, kush e ka organizuar, kush pra paskena e kësaj? Unë di që ne kemi frikë të flasim siç duhet disa gjëra. Politika jon ka frikë të flasi, politika jon druhet të ngrejë zërin për drejtat e shqiptarëve. Eri përsëris, për mua sot dhe ajo duhet të mbetet simboli është shpresa. Shpresa jo vetëm për shqiptarët në trojet shqiptare, por shpresa edhe për rinin shqiptare këtu. Dua të nisi nga këtu. Dua që rinia shqiptare në Shqipëri të zgjohet, të shkundet, të kuptojë që ky vend është i yni, që duhet ngrihemi të gjithë bashkë përtej çdo interesi të vogël dhe të bëjmë vendin. Është një apel i imi që e bëjmë me zemër. Është një apel kundrejt gjithë të rinjve shqiptar. Hajde të bashkohemi, hajde të përpiqemi. Përpiqemi të bëjmë vendin, jo vetëm ton. Vendi është i shenjtë dhe është mbi të gjithë ne. A do të ketë vazhdimsi kjo? Ne do të presim reagimin e autoriteteve sigurisht në Maqedoni dhe pa diskutim, siç u tha edhe gjatë fjalimeve, ne do të mbledhemi edhe shumë herë më shumë për të mbështetur të kaos të shenjtë. Organizimi ka qenë pak ditor dhe unë jam i kënaqur që shumë të rinj nga të gjitha universitetet, duke lënë çdo lloj ndasie, dhe kjo është pjesa më e bukur, janë bashkuar sot për të treguar sa të fortë janë shqiptarët bashkë. Marina, mund të jetë kjo një lëvizje që mund të shkojë përtej kërkesës për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut? Ne po kërkojmë sot gjuhën shqipe për shqiptarët. Ne do kërkojmë dhe do të jemi këtu për të kërkuar çdo drejt për shqiptarët, sepse shqiptarët aty janë autokton. I pëlqen dikujt apo jo, shqiptarët janë autokton. Por mbi të gjitha, unë do ta them për 3-ën herë. Unë shpresoj që ky organizim i sotëm të shkundje edhe vetë shqiptarët këtu në Shqipëri. Të përpiqemi të gjithë si të rinj të bëjmë më shumë për vendin tonë, sepse ka edhe këtu shumë kauza për të cilat duhet bashkohemi. A është kjo një indicje, domethënë kjo që po ndodh në Maqedoninë e Veriut, që e njëjta gjë me gjuhën shqipe mund ndodh edhe në komunitetet shqiptare në vende të tjera? E rëndësishme është që ne të reagojmë. Mos ja lëmë asgjë rastësisht. Është koha që shqiptarët të jenë fortë si shqiptarë. Dhe një pyetje të fundit. A shikoni të rinjën shqiptare kudo që janë një grind që gjërat të ndryshojnë ata? Unë kam kohë, u bën tashmë 2 vjet e gjysmë që takohem me të rinjt në mënyrë të rregullt. Janë mbi 76 takime që unë i bëj shumë sinqert, shumë hapur, duke diskutuar në gjimnaze dhe në universitete me ta. Shpresoj shumë që të rinjt shqiptar të bashkohen, që të rinjt shqiptar të shkundin plurin dhe të kuptojnë që ky vend kërkon dashurinë, pasionin, dritën e tyre, bashkimin e tyre dhe të përpiqemi të gjithë shqiptarët të ndershëm, të gjithë shqiptarët që duan vërtet të vend, jo vetëm të rinj, por dhe çdo shqiptar tjetër të bëjmë vendin tonë. Përpiqemi të bëjmë vendin tonë, ta bëjmë me zemrën e me shpirt, asgjë më shumë. Është një apel që e bëj me shumë sinqeritet dhe ja bëj çdo shqiptari kudo që ndodhet. Arber, si duket ky organizim në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut? A është mjaftueshëm? Mendoj që është një start i mirë. Studentët sot kanë bërë një protestë shumë bukur për vështrimin tim. Ka qenë paqësore, ka qenë protestë qytetare, mbi të gjitha kanë dhënë mesazhe të mira.
Okej. Unë kam dashur që të vi dhe t'i mbështes, ashtu siç e kam lajmëruar dhe në rrjetet e mia sociale. Ky është vetëm fillimi, studentët presin reagim, presin dialog. Mendon se do të ketë vazhdimsi? Nëse situata nuk merr një drejtim, Maqedoninë e Veriut sigurisht do të ketë zhvillime tjera në të gjithë trojet shqiptare. Gjithmonë vras mendjen pse këto provokime bëhen ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ku e ka indicjen kjo iniciativë? Janë provokime gjithmonë, janë bërë ndër vite provokime të tilla dhe ato gjithmonë harrojnë që shqiptarët nuk janë lepoj, janë shqiponja dhe shpesh herë duhet me ja kujtu që nuk janë lepur dhe janë shqiponja dhe mendoj që dhe uroj që të marrë rrugë shpejt, që shqiptarëve të mos i mohohet një drejtë themelore si kjo, ku shpreh një student në Maqedoninë e Veriut, në Prishtinë, në Tiranë është një lloj. Dhe mendoj që duhet me çdo kusht gjetë një zgjidhje sa më shpejt që ky problem i shqiptarëve të marrë drejtim, është një drejtë e tyre që nuk ka pse të kushtohet. Mendon se duhet kishte më tepër reagim nga instanca politike si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut, në qarqe shqiptare? Patjetër që po, tjetë në dorën time, unë ftoj 3 milion shqiptarë dalin të protestojnë. Por kjo nuk është në dorën time, unë përfaqësoj veten time, një grup nga fondacioni, kemi dalë për të mbështetur studentët, në shenjë solidarizimi, do dalim prapë, do të shkojmë edhe në Prishtinë, po bëjmë aq sa mundemi dhe i ftojmë të gjithë që të bëhen pjesë e këtyre protestave. Faleminderit. Faleminderit ju. Në këmbë, ikin ngretur në këmbë, një rini, në Presheve Bujanovc, por edhe në çdo vend tjetër ku rren një zemër shqiptare, dhe në skajën më të largë të Mërgatës. Ne jemi një trup, një zë, një dhimbje dhe një nuk jemi musafir që tërkasin në dyrë tona pa ftesë. Jemi zot shtëpie dhe zëri ynë nuk mund të fshihet. Nga ky shesh, sot UÇK, UÇK, UÇK. Nga ky shesh, o miq, sot po i themi, mos prekni atë që s'prekat, mos prekni atë që nuk duhet, mos luani me durime në një rinie që nuk di çfarë është në nshtrimi. Gjua shqipe do të flitet, do të jetohet dhe do të mbrohet në çdo institucion, në çdo rrugë dhe në çdo shtëpi. Miq, po e mbaroj, miq, jam djali lindur në Mërgat, quhem Jan Bislimi, jam e treta gjenerati jashtë kufive tona. Gjuhën Shqipe e kemi marrë në valigje, kur kemi ikur. Gjuha Shqipe do të flitet, do të më falni. Unë, me origjinë nga Kosova, rritur në Francë, studioj në drejtësi, por shqiptar kam qenë e do të mbetëm kudo që kam hedhur hapat, dhe sot jam këtu, në shishën tuaj, në shishën tonë, në shtëpinë time. Dhe një fjalë popullore thot, gjua ruhet, ati ku shkruhet. Pro atëherë, unë ju pyes, a jeni gati ta shkruajmë? Le ta shkruajmë, me protesta, me fjalë të pathyera, duke zbatuar ligjin, me provime të dhëna shqip në çdo auditor, me gjykata ku shqiptari, me gjykata ku shqiprari flet gjuhën e tij pa kërkuar leje. Le ta shkruajmë historinë, jo me lot ankese, por me vendosmëri absolute. Gjua shqipe kam bjetuar Osmanët, kam bjetuar Jugosllavinë, kam bjetuar çdo regjim që ka dashur të fshin nga faqja e dheut. Por dëgjoni mirë, sot nuk presim më të mbjetojmë, shqiptarët në Maqedoninë kërkojnë jetojnë me dignitet në gjuhën tonë, plotësisht dhe ballor. Rroft gjua e shet shqipe, rroft rinia shqiptare. Edhe i njoftim punit kena për shtetin Maqedonas. Qose ato nuk reagojnë, ne presim tu të vime dhe 100 fish ma tepër se kaq. Rreth Shqipëria. Tani do bojmë edhe himnin ton kombëtar Shqipërisë. Edhe diçka të fundit gjithë. Atë që tham pak më parë, edhe 100 fish më shumë do të bëhemi
të gjithë bashkë, sepse kombi e ripërsëris atë që thash pak më parë. Kombi është mbi çdo parti. Gjyrat kuqezi janë mbi çdo ngjyrë tjetër dhe ne, të rinjtë e këtij kombi, ne që jetuam me shpirt pas një interes, do të luftojmë çdo ditë për Shqipërinë e çdo pllëmtrojë shqiptare. Faleminderit.